Jemi në fazën e parë të fushatës zgjedhore, ku partitë politike po I prezantojnë ofertat e tyre për qytetarët e Kosovës për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Një gjë të tillë po e bën edhe Partia Demokratike e Kosovës. Për të parë ofertën e kësaj partie, sot e kemi në studio kryetarin e PDK-s, zotrin Bedri Hamza, I cili njëherë është edhe kandidat për kryeministër I kësaj partie. Zotri Hamza, faleminderit që pranuat ftesën për këtë intervistë. Faleminderit për mundësinë, kënaqësi. Si po ju shkon fushata? Jemi tashmë në ditët e para të kësaj fushate. Po jemi në ditët e para të kësaj fushatës, po faktikisht po I bën që jemi në vazhdim të fushatës. Duke pas parasysh zgjedhjet para. Se fatkeqësisht që do të thotë vendi është hera 4 që po shkojnë qytetarët e Kosovës në zgjedhje. Po janë në një situatë kur duhet me dalë me votu. Kjo blokadë, kjo mungesë e stabilitetit politik e ka ndikuar edhe zhvillimin ekonomik. Ky vakum institucional e ka ndikuar edhe progresin e Kosovës. Dhe unë jam I bindur që mas datës 28 ne do të sillim si politikan, si parti politike të përgjithshëm, që na fat më shkurt mundshëm të krijojmë institucionet, të dhojmë vendit institucionet dhe të vazhdojmë me punë. Përndryshe, fillimi I fushatës po sipas planifikimit, sipas dinamikës të parapar, ne kemi programin me cilën ngarojmë, kemi ekipin e cila është e angazhuar dhe kemi një listë të kandidatëve për deputet e cila në vetveti përmban ndryshime në moshë, në gjenerata, në rrugtim, në profesion, në aspektin e përfaqësimit gjeografik të Kosovës dhe ka njerëz, vajza, djem, burra, gra që realisht kanë vlera dhe janë të denjë që t'jenë kandidat Partisë Demokratike të Kosovës, unë besoj që një numër I konsiderueshëm I tyre do t'jenë deputet Kuvendit të Kosovës. Ju e thatë zotri Hamza që kjo fushatë është si vazhdim I fushatës së zgjedhjeve të shkurtit. Me qenë se keni qenë edhe atëherë kandidat për kryeministër, apo vreni ndonjë dallim nga ajo fushata e shkurtit te kjo? Po ka dallim, për shkak se realisht tash njerëzit veç na njohin. I dinë programet tona, I dinë premtimet tona, ka ndryshim programe, po më thënë kemi reflektuar, kemi shtu disa pjesë, mirë po çka është për më theksu do të ka energji, mirë po realisht tash ma tepër fushata po zhvendoset edhe në media, edhe në rrjetet sociale, edhe në fushatën digjitale, tumës e anëshkalu edhe prezencën në terren, edhe takime drejt për drejt me qytetarë. Po vrejet ky zhgënimi I qytetarëve që nuk kanë arritur të bëjnë institucionet e reja pas zgjedhjeve të shkurtit, pra po ndodh për herë të parë që më pak se një vit po shkojmë dy pol zgjedhje. Po sigurisht se ka vënë edhe për me pas rezerva, me pas kritika për mos krijimin e institucioneve. Nuk jemi pa përgjegjësi të gjitha partitë politike, po dihet që përgjegjësia kryesore takon partisë e cila ka pas numrin më të madh turse në Kuvendin e Republikës Kosovës, 48 ulse, mos me arrit me bo qeverinë, më thonë, është thjesht mungesë e vullnetit politik, kalkulim politik, që mos mi kriju institucionet, po me qup vendin prap në zgjedhje. Pra mendoni se ky ka qenë qëllimi I vetvendues, qëllimisht nuk ka dashur të krijojë institucione. Pas dash me kriju institucione ka pas më shumë se një opcion, 2-3 opcione ka pas. Më thonë po dash me pas biseda serioze, oferta serioze, sinqerta dhe të pranueshme edhe pi palëve tjera. Nuk mund dikan me marr kurse ki shumicën për kuvend, je I detyruar me pas marrëveshje politike. Nuk të jap kërkush për krahjen për me kriju qeverinë nëse s'ki marrëveshje politike. Dhe kemi pa blokadat që kanë ndodhur me rastin e zgjedhjes kryetarit të kuvendit, sa herë shkel kushtetuta, me komisione antikushtetuese, me propozimet kandidatëve të cilët nuk I marrin vota, përsëritjen e të njëjtëve, pastaj kur është zgjedhur kryetari I kuvendit kanë kalu pengesat të nënkryetarit të kuvendit dhe pas nënkryetarëve të kuvendit kanë ardhur te mandatari për qeverinë. E merr mandatin, nuk arrin me I bë shumicën, se thëke unë nuk I kam votat për kuvend se për qeveri ka të gjithë ka logjika, nuk është diçka që mundet me kaluar bash pa u vrejt. Dhe pastaj nuk I ka votat për krijimin e qeverisë, e din që nuk I ka për vete, kur si ka për vete, që mund me I pas për dikant tjetër, dhe prapë merr mandatin edhe një herë, për më shfrytzuar edhe një herë
një kohë me qëllim që mi prolongu zgjedhjet dhe në fund dështon edhe në rastin e dytë, edhe rastin e dytë ka mujtë me thonë, mas 2 dite nuk i kam, s'po mëjmi, mas 3 dite, po e pret në fund dhe kemi ardhë ku kemi ardhë, vendi shkon zgjedhje, unë jam optimist dhe pres rezultat mirë për Partinë Demokratike të Kosovës. Gjatë kësaj kohe kemi pa disa tendenca, disa oferta të partisë në pushtet pra vetëvendosjes ndaj LDK-s edhe komunitetit, por nuk pat ofertë për PDK-n, për bashkëqeverisje. Pse mendoni se nuk pat ofertë për PDK-n? Nuk jemi parti që e presim dikant të dera apo na ban oferta ju. Ne jemi taku me gjitha partitë politike. Edhe zoti Krasniqi, si ish kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, edhe unë si ish kandidat për kryeministër, kemi qenë të hapur, jemi taku me të gjithë. Jemi taku pa asnjë barrierë. Mirë po sa i përket krijimit të qeverisë, ne nuk kemi pas asnjë ofertë në tavolinë që ta diskutojmë dhe të marrim qendrim për këtë çështje. Mirë po prapë po tham, ne nuk jemi parti që presim dikant të dera edhe i luksim dikant apo na ban një ofertë. Ne jemi të interesuar veni me pas institucione të qëndrueshme, përgjegjshme, që kryejnë punë në dobi dhe në interes qytetarëve të Kosovës. Pas zgjedhjeve pat një tendencë edhe nga ju, nga ona e Partisë Demokratike, që u shpret gatshëm ta krijonin një qeveri nga partitë opozitare. Pse nuk u bë kjo? Realisht rezultati zgjedhor ka qenë bukur kompleks. Numrat cilat ka mujt me ardhë ish partitë në opozit, ka qenë dikon të 61-62 numra. Ne kemi qenë të hapur, kemi qenë gatshëm që të ulim të bisedojmë, kemi bisedu edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, edhe me partitë tjera, domethënë të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës Kosovës, mirë po nuk kemi arrit të një marrëveshje, sepse ka pas qëndrim të disa partive që ne për këtë mandat roli jonë do të jetë në opozit. Dhe i kanë qëndru atina projektit vetë dhe nuk kemi mujt me pas numra për me bo qeverin për ndryshe, me pas numrat sigurisht se i këshëm do vendit qeveri dikun maj apo në qershor. Zotri Hamza, cilat janë shtyllat kryesore të programit tuaj që po garani për zgjedhjet e 28 tetorit? Shtyllat kryesore janë zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe mirëqenia e qytetarëve të Republikës Kosovës, normalisht arsimi dhe shëndetësia, është drejtësia dhe gjithsesi politika jashtme, siguria dhe integrimet. Ka edhe prioritete tjera që janë të listuar në programin e Partisë Demokratike të Kosovës, që është një program ku unë nuk lejoj se jam vetë pjesë e përpilimit edhe e përgatitjes programit, i kam gjithmonë 3 pyetje para se me vendos në program. Cilat janë? Kur bëhet, sa kushton, për nga financohet. Ku janë paret? Pa pas përgjigjen çdo pyetje, nuk pranoj që me u vendosë në program. Programi është ambicios, është i matshëm, po është edhe i sigurt që mundet me u financu. Në mandatin e ardhshëm, do të them me një mobilizim të mirë, edhe jam realist në këtë parashikim. Nuk jam domethënë në skenarin maksimal, po jam në skenarin e mesëm. Domethënë Kosova mund të ketë në dispozicion për shpenzim minimum 20 miliardë euro. Këto se rezultati të hyrave të rregullta për buxhetin e Kosovës, se rezultat i financimeve dhe se rezultat i fondeve që vijnë nga plani i rritjes dhe normalisht kredive prej institucioneve tjera financiare ndërkombëtare dhe marrëveshjeve bilaterale me shtete të caktuara. Si që kemi parë edhe në fushatën e shkurtit, po edhe tash pej premtimeve kryesore është rritja paga prej 50% dhe edhe pensioneve, si dhe ulja e tatimeve. Para se marrë të rritja paga dhe pensioneve, do të thotë se për me dhënë të dushmi pas, dushmi marë. E para është që ne të krijojmë një klimë të mirë për biznesin, për krahas sektorit privat. Për shkak se sektori privat është kontribuesi më i madh në rritjen ekonomike në Kosovë. Është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Dhe unë gjithmonë për biznesin në Kosovë flas me respekt. Nuk i sulmoj bizneset. Duhet mi përkrah. Duhet mi përkrah me reforma, me institucione të mira të përgjegjshme, me zbatim të ligjit korrekt edhe barabartësisht për të gjithë. Jo me quajt me emra të ndryshëm,
se gjithkund botë për ta të pagusin folet me respekt. Sepse ata punojnë për veti, për familjet e veta, punësojnë njerëz, paguajnë paga, kontribuojnë përmes tatimeve në mbushjen dhe rritjen e buxhetit të shtetit. Dhe normalisht që reformat cilat ne kemi planifikuar, një prej tyre është pagesa të TVSH-s në brendi. Jo të paguhet TVSH-ja me rastin e importimit të mallit, produkteve, të pajisjeve, çka do qoftë. Dhe kjo është një formë sikur me avancu shtetin edhe pa shit produktet. Dhe është një ngarkesë për bizneset, e rrit koston e bizneseve dhe e ndikon likuiditetin e bizneseve. Ne këtë reformë do ta bëjmë. Pastaj, ligji për tatimin pron, i cili ka pas me hy në vitin aktual. Mirë po për shkak se ka qenë vit zgjedhor, është prolonguar dhe hyb në janar të vitit tash. Do të jetë një barë shumë e madhe, sidomos për pronat komerciale. Dhe përveç çmimit të energjisë dhe detyrimit të bizneseve që dalin në tregun e lirë për furnizim energji elektrike, që askush nuk është kundër tregut lirë. Mirë po, ti dush me përgatit kushtet. Fillimisht dush me përgatit tregun, me përgatit rrethonat, me përgatit me pas ma shumë furnitor, se qëllimi është që kur ka ma shumë furnitor, kur ka konkurrencë, përmes konkurrencës mos zvoglu çmimet. Çmimi i energjisë elektrike ju ka rritur ndoshta më shumë se 100%, 200%. Do të thonë, edhe bizneset janë vendosur në vështirësi. Tatimin pron ka me qenë hapi i radhës, i cili ka me qenë një barë e madhe për biznesin, sidomos për pronat komerciale. Dhe ne do ta anullojmë këtë rritje të tatimit pron për pronat komerciale. Pastaj bizneset e vogla, deri në 10.000 euro qarkullim, do të lënë më zhvillu, janë fillestare. Ato do të jenë të liruara prej pagesës së tatimit. Deri në 30.000 euro, ato do të paguajnë tatim mbi bazën e tatimit në fitimin real. Dhe gjitha këto janë me qëllim që të përkrahet biznesi. Përveç biznesit, dhe më thonë ambientit për biznes, edhe lehtësimit të kushteve për të bërit biznes, kemi parapo mosa për mbrojtjen dhe përkrajen e të punësuarve në sektorin privat dhe publik. Fondi prej papunësisë do të krijohet një fond që në rast se njerëzit e humbin vendin e punës për një arsye apo një arsye tjetër, jo ata me qenë të detyruar me shku edhe me u lajmëruar atje në skema sociale apo me ngel tërësisht pa të ardhur, derisa ata të rikvalifikohen, të riorganizohen, të gjejnë një punë të re, për 6 muaj shteti mja kompenzu 80% të pagës të fundit. Ky është i dedikuar për njerëz që e humbin vendin e punës, më dhon njerëzve siguri. Shtetit. Dhe tjetra, krijimi i gjykatës të punës, që mi trajtu lanë që kanë të bëjnë me kontratat për marrëdhënie pune. Dhe jo një punësuar, nëse humb vendin e punës, ndoshta edhe pa drejt, i shputet kontrata, ai me prit 5 vjet, 6 vjet derisa ta realizon të drejtën e vet, po në një afat shkurt, me u trajtu këto raste dhe me pas epilog në gjykata. Dhe kur përmes lehtësimit e krijimit kushteve për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, rritet buxheti i shtetit, rriten të hyrat, sepse unë shikoj edhe kum provu edhe në të kaluarën. Buxheti rritet përmes rritjes ekonomike, përmes zhvillimit ekonomik. Sepse ka pas në kaluarën raste kur janë zvogluar taksat, a buxheti është rrit. Edhe do ta shpjegoj pak edhe një situatë goxha interesante ma vonë. Dhe pastaj vim te pjesa e rritjes pagave. Çmimet janë rritur shumë. 40-50%. I energjisë elektrike mbi 100%. Dhe rritja e çmimeve, sidomos e shportës, të konsum të artikujve bazik, esencial, do thotë e ka përkesu standardin e jetesës shtetare. Dhe njerëzit pagat kanë ngel parafërsisht njëjtë. Inflacioni ka ecë, rritja e çmimeve ka ecë. Edhe vitit fundit, vitin aktual, është një rritje e çmimeve. Dhe përkesimi standardit jetesës kërkon mosa edhe veprime prej shtetit. Para mendoj sot një arsimtar i fizikës, i matematikës, me një rrogë 600 euro, po thonë, qysh mundet me këto shtrejtime kaq të mëdha? Tash merre mishin, tash merre bukën, tash merre qumshtin, vajin, energjinë elektrike, gjitha çështje tjera me dalë dhe me mbyll muj. Shkollimi i fëmijëve, veshmbathja,
është e pamundur. Prandaj kemi rrit pagat. Ky nuk është premtim veç premtim elektoral. Ky është zotim. Unë ato që e tham, e mendoj mirë. Po kur e tham, qëndroj mbrapa fjalës. Dhe pagat kanë rrit për 50%. Për gjithë punësurët, edhe për arsimtar, mësues, profesor, mjek, punëtor shëndetësor, polic, ushtar, zjarfeks, shërbys civil dhe gjithë ata që realizojnë paga përmes buxhetit të Kosovës. Përveç përmirësimit standardit të jetesës për këtë kategori, është një kategori tjetër që është edhe më nevojë. Për shembull, kategoria pensionistëve. Është e pamundur që ata as bornat me i ble me nivelin e pensioneve që i kanë. Dhe na do të me eliminu rastet kur të moshuarit, njerëz me smundje kronike, e kanë një terapi prej 5-6 lloj bornave dhe detyrohen me shku në banatore me pyet farmacistin, më fal prej syne gjartëve, cilat janë ma transeshme. Dhe sigurisht se ka me pas rritjet pensioneve, 50%, a pensioni minimal ka me qenë 250 euro. Dhe kur një moshuar i marrën 2 muajt 500 euro, nuk po tham që ata vinë në një situatë me bolluks, po vinë në një situatë kur ndoshta ju garantohet ai minimumi i jetesës. Dhe te pensionet kontributdhënëse përveç rritjes do të ketë edhe përshkallëzim, sepse ka raste kur njerëz për 1 muaj ditë, për 2 muaj ditë nuk e kanë realizuar të drejtën e pensionit kontributdhënës. U met 14 vjetë e 9 muaj, nuk e ka realizu. Dhe nëse me 15 vjetë ti po thuaj merr 100% pensionin kontributdhënës, pse atëherë me 14 nuk e merr 90%? Pse me 13 nuk e merr 85%? E kështu me radhë do të ketë një përshkallëzim. Dhe normalisht do të ketë rritje edhe për kategoritë tjera, tu i përfshi dhe kategoritë më meritore, që janë kategoritë e dalura nga lufta, familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës, veteranët. Familjet e dëshmorëve do të jetë një kufizim që me marr pensionin për një dëshmor. Po jo bre nëse i ka dhonë 2, 3, nuk është kjo ekuivalent i asoj që ka kanë dhonë. Po është një respekt i shtetit ndaj qasoj familje dhe mbarësisht prej numrit dëshmorëve, aq sa dëshmor ka, aq pensionet do të merr familja. Te invalid, para se me shku te pensionet, unë i garantoj dhe siguroj se ata kanë dhonë gjymtyrët e tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Do të kenë trajtimin falas gjitha institucionet shëndetësore brenda Kosovës, po në raste kur ka nevojë, edhe jashtë Kosovës dhe financimi do të jetë nga shteti. Dhe normalisht do të ketë rritje të pensioneve për 50%. Te veteranët, edhe rritje të pensioneve, edhe njohje e të drejtës për me punu në sektorin privat, pse me pengu ata me punu në sektorin privat? Së boni gabim, a do të korrigjohet. Dhe aty në do të ju lejohet të drejta që me punu në sektorin privat, sepse të punu në sektorin privat i arrisin të ardhurat vetit, i arrisin me qenien familjes dhe kontribuojnë përmes pagesës të tatimeve. Këto janë sa i përket kësaj mosës tjera. Ndërsa sa i përket arsimit, arsim cilësor, duke filluar nga shkollimi i hershëm, parashkollor, ndërtimi i qerrëve. Përveç ndërtimit qerrëve publike, ka një numër i njerëzve që në mungesë të vendeve në qerrë publike i dërgojnë fëmijët në qerrë private. Ne do t'ja subvencionojmë gjitha familjeve nga 100 euro në muaj për fëmijë që i dërgojnë në qerrë private për me e parafru nivelin e kostos për ata që i quajnë në qerrë private edhe për ata që kanë hapësirë edhe quajnë në qerrë publike. Dhe normalisht një sistem arsimor të digitalizuar, një ndërlidhje shumë më mirë mes tregut punës edhe shkollimit, ju të kim hiperproduksion në profesionet caktura, ndërsa mungesë dhe deficit në profesionet caktura, dhe normalisht që arsimi është një bazë tepër e rëndësishme e zhvillimit ekonomik të vendit. Shëndetësi me pacientin qendër. Sigurimet shëndetësore, kjo është vënu tepër shumë, do të përfundohen sigurimet shëndetësore, furnizim me borna për smut kronik, për të moshuarit,
pa pagesë, rritje e listës esenciale dhe permisim i Banket Islami të përfshi edhe investimet në infrastrukturë, edhe në qendrën klinike universitare, edhe në spitalet rajonale, edhe në furnizimin me pajisje moderne, se sot shëndetësia në shumicën e vendeve të botës ty të përdoret inteligjencë artificiale. Dhe vim të shtylla e tretë që është drejtësia. Politika nuk do të më përzin drejtësi. Po qeveria do të me kriju kushte edhe me përkra sistemin e drejtësisë. Edhe prokurorin, edhe gjyqësoren. Me numër më të madh prokurorë, se na shpesh herë thonë që numri madh i landëve në gjykata. Është e vërtetë. Po harrojmë numrin e vogël prokurorëve. Po harrojmë që ndoshta nëse marrim sa landë trajtohen për një gjykatësi, edhe e dim që ky numër i madh i landëve me numrin e gjykatësve aktual nuk mundet me u zvoglu, çka do të më bëjë? Na do të më rrit numrin e gjyqtarëve. Do të më rrit numrin e prokurorëve. Do të më rrit numrin e bashkëpunëtorëve profesional, sepse këtu e shliron në mos të madhe edhe një pjesë të kapitalit. E kur jemi të shlirimi i kapitalit, mos të harrojmë përmend edhe çështjen e legalizimeve. Do të më thjeshtu procedurat, do të më zvoglu tarifat, që me ndodh legalizimi i shumë pronave të pa legalizume, që kish me ushliru miliarda euro kapital, njerëzit kishin me i pas në emër të vet, edhe kishin pas mundësi me i përdor të njëjtat si hipoteka. Drejtësinë do të me përkra, edhe askush me ligjin. Po kur thojmë askush me ligjin, për një mes do të me konë askush me ligjin. Secili prej neve do të veprojmë përputhje me ligjin, na mundu mos më na pa pëlqy ka njëherë vendimet e gjykatave. Po është vendim. Nuk është që më ka pëlqy krejt vendimi gjykatës supreme për rastin e zgjedhjeve në Mitrovic. Po atë që këmë diskutu, është vendim përfundimtar, veç ka më zbatu. Dhe në çdo rast, vendimet e gjykatave do të zbatohen. Po, sjelljen e kësaj qeverie në raport me ligjin me vendimet e gjykatave, se ke po? Ta kanë shkel kushtetutën, dhe jo një herë. Po në mënyrë të përsëritur, nuk ka qeveri që ka shkel kushtetutën, këto janë pa krahasueshëm. Sa këta kanë shkel kushtetutën, ligjet, ti ki vendim gjykatës supreme. Është vendim i shkallës përfundimtare. Nuk mundesh as me ankimu, as ato se njohin. As vendimin e gjykatës kushtetuese, as supremes, as nuk i përgjigjen drejtësisë. Do thonë, sulm ndaj gjykatave, sulm ndaj opozitës, sulm ndaj mediave, sulm ndaj gjithë atyne që s'mendojnë njëjtë. Njerëzit kanë drejt me mendu ndryshe, kanë drejt me votu ndryshe, po nuk do thot ai që ka bindje politike ndryshe, voton ndryshe, a priori është i keq. Jo më ai ka drejt me votu për kanton, po mund të jetë profesionist i mirë, institucionalist i mirë, njeri mirë. Në gjitha partitë politike ka njerëz të mirë. Kur jemi te kritikat e pushtetit ndaj opozitës, edhe sot ka pas kritika zotri Hamza ndaj juve dhe partive tjera opozitore, nga mbledhja e qeverisë u tha ku kryeministri në detyrë Kurti foli për heqjen e sanksioneve të BE-s, tha se më shumë ka pas Kosova sanksione në farformë nga opozita se sa nga BE-ja. Si keni pa këto qëndrime? Kjo është e paqëndrueshme. Unë zyrtarisht para disa dite ju kam drejtu me letër, edhe ju kam drejtu me qëllim që këto mosa nuk kanë asnjë logjik, asnjë arsye me qenë fuqi. Ka ndodhur transferimi i pushtetit në pjesën veriore në mënyrë demokratike, në mënyrë të qetë. E normalisht Kosova ka qenë penalizuar dhe ndeshkuar nga këto mosa si rezultat i veprimeve dhe mos bashkëpunimit mirëfillt mes qeverisë edhe institucioneve të Bashkimit Evropian. Mosat është mirë që bëjeken. Çdo gjë që ndodhe mirë për vendin, unë i gëzohna. Mirë po, kush është përgjegjës që për një periudhë gjatë kohore, me vite, Kosova ka qenë e sankcionuar prej BE-s, ku janë pyetje qindra e qindra miliona euro. Përveç se domi ka ndodhur,
ato para o desh me konë veç në funksion. E tash me konë radhë për të tjerat. Domi ka ndodhë, po përveç domit financiar ka ndodhë e domi reputacional. Dhe adres e kësoj pune është qeveria aktuale. Kjo është adresa, nuk ka adresa tjera. Me asë një veprim, opozita nuk ka kontribu që Kosova tjetë e sankcionuar. Për kundrazi, ku do që kemi shku, ku do që kemi pas adres me bisedu, kemi kërku që këto mosa tjeken edhe Kosova nuk do të me qenë e penalizuar dhe qytetarët e Kosovës të penalizuar me mosa ndëshkuese ndaj Kosovës. Letra që ne këmë dërguar ka qenë publike, edhe aja dihet që do të thotë zyrtarisht këmë kërku jekjen e mosa dhe normalisht që i gëzona çdo progresi në Kosovë. Zot Ramza, kur jemi te premtimet e juja rreth premtimit që pagat dhe pensionet do të rriten 50%, dërsa do të ulen tatimet. Dje kemi pasur një reagim të kryeministrit detyrë ku nga një tubim nëse nuk gaboj në Theron, tha se këta që bojnë një gjatë tillë kanë ikën prej urës të ekonomisë. A është e mundshme një gjatë tillë? Kjo simpatike, po realisht nuk është i kvalifikuar në fushën e ekonomisë, po e pas në qafë qaj që e kam mësu, me thonë që ashtu. Mendoni që e kam mësu dikush? Jo, unë mendoj që nuk, po jam i sigurt që nuk është i kvalifikuar në ekonomi. S'ka shkollim në ekonomi, nuk ka punu në ekonomi, as sektorin privat, as sektorin publik në ekonomi s'ka punu. Dhe nuk e njëhat fush. Po për ma keq, e kanë dëgju dikant që nuk e di këtë punë. E po të qofë qaj që kam mësu që ashtu. E tash unë, për mi të regu që bohet, për i të regoj li që bohet. Edhe li që është e mundshme. Po ne këmë bënd të kaluren. Në 2009, me 1 janar, 2009, këmë qenë në Ministrit të Financave. Në Ministrit të Financave këmë shku me një përvoj prej sektorit privat, prej sektorit publik, dhe e këmë ditë që çka i nevojitet sektorit privat cilat reformë për atë kohë. Dhe një prej tyre ka qenë ulja e norme statimit fitim të korporatave nga 20 në 10%. Dhe kjo ka ndodhë me ligj, është në fuqi, është dokument zyrtar, le të merr, le të shikon. Para kësaj periudhe, so ka qenë norma tatimit fitim, dhe le të shikon so është zbrit norma e tatimit fitim. Do më thonë është zbrit për 50%. Dhe nuk ka logjik dikush që i fiton, po e thjesht saj, që i fiton prej aktivitetit në biznes, i fiton, thujme, 500.000 euro, po e fiton 1 milion, mu tatimu me 10%, e dikush që i ka pagën, mbi 450 euro në atë kohë, me u tatimu me 20%. Dhe është zvoglu gjithashtu norma e tatimit fitim të ordrave individuale dhe maksimalja ka ngel 10%. Në thonë, ka ndodhë ulja e normave tatimore. Dhe kjo nuk ka reflektu, sigurisht si ka ndiku, po nuk ka reflektu që mrena ati viti me pas një ramje të hyrave për buxhetin e Kosovës. Po buxheti i Kosovës është rrit. Dhe kjo është pjesa e hyrave. Pas ka ndodhë pjesa e pagave. Në vitin 2011 janë vendime dhe janë të reflektuara në buxhetin e Republikës Kosovës, po janë vendime të qeverisë, ku rriten pagat për arsimtar dhe personelin arsimor për 50%. Janë rrit 50%. Janë rrit pastaj edhe për shëndetësinë, policinë, sipas kategorive. Dhe kjo nuk ka qenë rritja e fundit në atij mandati. Prap rritja e radhës dikun për 25% ka ndodhur në 2014. Dhe mrena një mandatit qeverisës, kur e merr në kumulativ, thuaj se ka pas paga që janë arrit afërsisht gati deri në 100%. Prandaj e kuptoj se në atë kohë ka qenë i angazhuar, po e thjeshtësoj me boshere. Jo, me boshere në për rrugë, me u merr me institucione, me sulm ndaj institucioneve, me linçim, me ofendim. Po nuk ka pas kohë me kyr këto vendime qeveritare. Edhe se kanë memorien institucionale. Po përndryshe, këto që po tham, janë të faktura. Edhe unë po t'inkurajoj
me i marë këto që apo thamë, me konstatu, me fakte, edhe me ja bashkangjit kësoj interviste, a kanë ndodhë këtu, apo nuk kanë ndodhë. Dhe një diçka që e këmë bo, jo veç që e këmë ledzu, po e këmë bo, e baj prapë. Sigur që e baj prapë. Do thot nëse po deklaroj që i këmë pas rrit, edhe di sot kosta kësa punë. E di sot që i kuj pagave aktualisht, e di sot do të bëhet. Po në po thamë, dikur që i ka pagën 800 euro sot, me mu kriministër, në mujtë e partë mandatit, jo në fund mandatit. Ja, nuk e pres kur të vje ku azjede. Vendimi do të jetë fillim të mandatit. Ja, në fillim të mandatit, do t'i ketë 1200 euro. Ai që i ka 900, letë llogarit që i ka 1350 euro. Kjo do t'jetë. Dhe tash, kur e krahason, çdo pagesë është e mirë. Çdo ndihmesë, çdo kategori është e mirë pritur. Mirë, po njerëz ka nevojë për qëndrueshmëri edhe parashikueshmëri. Që nën kupton, ti dush me ditë që ke marrë sot pagën, po e merr vazhdimisht. Ajo ke marrë sot një përkrahje, tjetra nuk e din kur e merr, edhe nuk e din a e merr. Sa e duhet me planifiku, ndoshta do me marrë kredi, ndoshta do me ble banesë, ndoshta me kry një vogël tjetër familjare. Ai duhet me ditë që ka të ardhura të qëndrueshme me kohë pavonesë edhe cilat janë ndihmojnë përmirësimin e standardit të jetesës. Zotri Omza, kur thatë se zotri Kurti nuk merr vesh shumë në ekonomi, dhe thatë se po mësot dikush keq, do të thonë automatikisht mendum te ministri i tij aktuali financa, zotri Ekuran Murati. Ja, nuk e mendoj emrin kush e ka këshillu, nuk e di. Dhe nuk e thash që nuk merr vesh në ekonomi, po thash një fakt, një të vërtet që nuk është i kvalifikuar në ekonomi. Nuk është i shkolluar në ekonomi, nuk ka punu në ekonomi. Se kisha pranuar, veç të kish pas ndaj përvojë, ndaj vet punës, me thotë dikush puna marr, të punu në sektorin privat apo në sektorin publik në fushën e ekonomisë. E kush e ka këshilluar nuk e di, po në qoftë e mort ai që e ka këshilluar dhe ka thonë me thotë kështu, e besa ky ka gabu që e ka ngu. Edhe zotri Kurti, edhe zotri Murati vazhdimisht pretendojnë se gjatë këtij mandati Kosova po përjeton një farë, nëse mund ta themi, një farë bumi ekonomik. Në anën tjetër qytetarët dhe gjithë ne e prekim me realitetin e përditshëm ku kemi rritje jashtëzakonisht madhe të çmimeve. Çfarë do të bëni ju dhe PDK-ja në uljen e këtyre çmimeve ose ndaljen e këtij trendi? Shiko, unë po i referon në dhënave zyrtare, statistikore, të cilat i publikon Agjencioni Statistika të Kosovës, Banka Qendrore, Ministria e Financave, FMN-ja, Banka Botërore dhe institucione tjera. Norma reale e rritjes ekonomike 3 viteve të fundit u sill dikun te 4%. Është në mesatare ma e vogël se gjitha qeverive paraprake. Do thot, sa i përket nivelit të zhvillimit ekonomik të viteve të fundit, to dëshmon mas mirë të edhe lartësia e normës të rritjes ekonomike, po flas për normën reale të rritjes ekonomike. Dhe nëse e morëm vitin 2021, do të më kthye vitit 2020. Vitin 2020 për shkak të pandemisë, do thonë kemi pas për herë të parë normë negative të rritjes ekonomike. Dhe për me shpjegu edhe me thjeshtësu këto, kjo është sikur me ra në një thellësi prej 5 metrave, pastaj me dalë 10 metra lart, po ti prapë mbi sipërfaqe je veç 5. Ndërsa vitet vijuse u sill diku te 4%. Dhe një normë e rritjes ekonomike në mesatare prej rreth 4% nuk është e mjaftueshme për me adresu sfidat e ekonomisë të Kosovës. Nuk shkon edhe me thonë që e kum zvoglu diferencën edhe raportin eksport-import, a në anën tjetër deficitit tregtar me të përkeqësu edhe me ardhur dikun 52% e brutoproduktit vendor. Prandaj nuk ka pas ndonjë zhvillim domethënës ekonomik viteve të fundit. Likuiditeti te bankat, likuiditeti në ekonomi është zvoglu. Normat e interesit kanë filluar me u rrit. Nëse morëm normat e interesit për kredit hipotekare,
se pastaj pe nxjerrin pe kontekstit edhe se është dallim e fol mes normës mesatare efektive të interesit edhe për normat e interesit për kategoritë të caktuara. Të kaluarën kur ke shku me marrë një kredi për blerje të banesës shtëpisë, ke mujt me marrë edhe me 4%. Sot të njëjtat i merr me 7%. Do thot kem përkeqësim të shumë indikatorëve në ekonomi. Dhe mbi gjitha norma e inflacionit, rritja e çmimeve ka qenë e vazhdueshme. Vitet të caktuara më lart, vitet të caktuara pak më ulët, por në përgjithësi ka qenë gjithmonë një rritje e vazhdueshme e çmimeve dhe kryesisht të produktet bazike, të shportës të konsumatorët që e blen thuja se çdo ditë. Dhe kjo ka përkeqësuar standardin e jetesës. Rritja të ardhrave ndikon në përmirësimin e standardit të jetesës. Dhe ti duhesh me merr gjitha mosat e nevojshme për një klimë më të favorshme për biznesin. E keq është që kohëve të fundit na kem qindra miliona euro nga bizneset e Kosovës të investuar jashtë Kosovës. Edhe në Shqipëri, edhe në Malzi, edhe në Maqedoni, edhe në Kroaci, edhe në Zvicër, edhe në Gjermani. Është të dalë kapitali i Kosovës jashtë. Për shkak se pasigurisë, për shkak të mungesës të optimizmit në ekonomi, edhe për shkak se njerëzit janë të friksuar që mundën me ardhur në situata komplekse, delikate dhe normalisht që ata zhvendosen me biznese. Nëse morëm investimet e huaja direkte, kryesisht janë në patunshmëri. Vlerën e banesave, shtëpive dhe patunshmëri. Dhe nëse shikojmë si vlerë financiare, ato dhe mund të rriten. Por nëse e shikojmë çmimin e patunshmërive, edhe morëm me so ka kushtu një metër katror i banimin në Prishtinë, thujmë 850 euro. Sot njëtën e ki 1.500-1.600 euro. Më thotim, ma shumë pare, po ma pak si përfaqe të bleme. Dhe tu nuk e shpjegojnë drejt edhe vlerën reale dhe nominale për para. Me 150 euro, sot nuk mundsh me ble gjëra të ndryshme sa këshe me ble para 5 vjetëve, 6 vjetëve me 100 euro. Do më thonë, është zhvlerësu paraja, çmimet janë rritë. Dhe përmes rritjes të konkurencës, rritjes të prodhimit, zvoglimit kostos, nëse mendo dikur që i rritet kostoja e biznesit përmes faturës tatimin pronë, e aja nuk bartet te konsumatori final. Aja bartet te konsumatori final. Çmimi i energjisë elektrike bartet te konsumatori final. Gjitha këto do të thotë ndikon në rritjen e çmimeve. Meqense e kritikove qeverinë Kurti në aspektin e sundimit ligjit, në aspektin ekonomik, nëse do ta përkufizoje me 2-3 fjali, cili do të ishte vlerësimi i juaj për këtë qeveri që la pozgjat më tepër se mandatin real? Qeveri me mungesë të rezultateve, në raport me të mundshme, jo me nevojat, po me të mundshme, qeveri e pa disiplinuar, qeveri e cila ka qenë agresive dhe ka qenë sulmuese edhe ndaj opozitës, edhe ndaj medjave, edhe ndaj sistemit drejtësisë, edhe ndaj gjithëve që s'kan mendu sigur ata. Kosova është vend demokratik, ka pluralizëm. Njerëzit mundën me pas bindje të ndryshme politike, me votu sipas vullnetit të dëshirës tyne. Por nuk nënkupton dikush që nuk voton për subjektin që nuk në drejtoj, që a priori ai person është person i damshëm, është person i keq, është person i padijshëm. Mundet me votu për kanë të donë. Gjitha partitë politike ka njerëz të mirë. Bindja politike është e drejtë e secilit. Mirë, po në brenda vendit punës duhet të sill me përgjegjësi edhe në përputhje me detyrimet që dalin nga kontrata e punës. Duke pas parasysh programin që i prezantoni gjatë kësaj fushate, po njëjtën kohë edhe kritika që ja bani kësaj qeverie, cilat janë pritjet tuaja zotëri Hamza për 28 dhjetor? Pritjet janë optimiste. Unë gjithmonë jam optimist, po jam edhe racional.
pritet janë optimiste, unë jam I bindur që rezultati I 28 dhjetorit do të krijojë situatë ku partitë që kanë qenë në opozitë të jenë në pozicion të favorshëm për me kriju qeverinë e ardhshme të Republikës së Kosovës. Pra mendoni se do të jetë situatë më e favorshme se shkurti I këtij viti? Më e favorshme se shkurti I këtij vitit dhe unë jam I bindur që Partia Demokratike e Kosovës do të udhëheqë qeverinë e Republikës së Kosovës. Me krye ju si kryeministër. I bie që zotri Kurti nuk do të jetë kryeministër. Unë besoj shumë që qeveria ardhshme do të jetë nga partitë që kanë qenë në opozitë dhe normalisht që kryeministri do të jetë nga rollat e Partisë Demokratike të Kosovës, në këtë rast jam unë. Po sa do të jenë sa le të kalueshme këto divergjencat mes partive opozitore zotri Hamza? Do të tulemi në tavolinë, jam shumë I hapur, normalisht që kam edhe fleksibilitet, është shumë ma lehtë për shkak edhe të koncepteve tona, bindjeve tona politike, programeve tyne, kanë më shumë ngjashmëri programet tona. Tek I fundit të 3 partitë jemi partitë të qendrës djathtë, dhe I kemi prioritetet afërsisht të ngjashme. Jo identike, po të ngjashme. A mendoni se do ta ketë luksin ndonjë parti opozitore që sërish thotë që do të vazhdoj qëndroj në opozitë dhe nuk do të bashkëpunoj për një qeveri të opozitës? Jo, unë mendoj që vendi ka nevojë për institucione, unë do ta bëj maksimum që ku vendi të konstituohet në afat më të shpejt mundshëm, vendi të ketë qeveri, e dim që nuk ka buxhet, e dim që në fund ka pas tentativa që këtë temë përdor për qëllime politike. Unë ka deklaratat mia të incizuara në studje të caktuara televizive që me në qershor këtij viti kum tregu që nëse vazhdon që kjo sa atëherë kum pas bukur sigur që do të vim këtu. Ne mund të futemi edhe në vështirësi sa I përket buxhetit. Për shkak se mbas ligjit aktual në fuqi, nëse zgjedhet më në fund vitit, buxheti mund të shfrytëzohet 2 muajt e parë të vitit me 1/12, ndërsa për muajin e tretë duhet me shku me vendim në kuvend me kërkue shfrytëzimin e ndarjeve buxhetore për muajin mars. Dhe unë e di në 2010 zgjedhjet kanë ndodhur për afërsisht në këtë kohë, është konstituu kuvendi, është bë qeveria, është procedu buxheti dhe me 1 prill kanë fillu pagesat prej buxhetit rregullt. Në kundërtën, nëse ka blokada, veprime të cilat pamundsojnë krijimin e institucioneve, përveç kësaj krizës politike, tash edhe vakumit institucional, ne do të ballafaqohemi edhe me krizë buxhetore. Dhe nuk mundesh ti me kërku diçka edhe me thonë që kjo është e logjikshme, po na nevojitet, është e nevojshme, por edhe mund të jetë e nevojshme. Edhe mundet me pas logjikën ekonomike. Ti dush me vendos këto mrena kornizës ligjore. Nuk mundesh ti me thonë që në këtë rast është e nevojshme, përshkelim kushtetutën. S'pe respektojmë kushtetutën, s'pe respektojmë ligjin. Nuk lejohet. Ti çdo veprim që dush me bë mrena kushtetutës edhe mrena ligjit. A përjashtoni vetë vendosin nga një bashkëpunim I mundshëm zoti Hamza? Ne nuk kemi qit vijat kuqe, ne përjashtojmë vetëm ato parti politike nëse ka që nuk punon në interes të qytetarët Kosovës e të Kosovës. Në rast se vetëvendosja ju pranon juve si kryeministër, do ta pranoni një ofertë tillë? Ne jemi të gatshëm për me ulë në tavolinë. Me diskutu. Ku na çojnë negociatat, mbetet me pa. Po vijat ku që s'kemi pas asnjëherë. Edhe kemi bë mirë. Se u tregua edhe kjo e paqëndrueshme na peshojmë me zgjedhjet lokale. Secila parti ka bërë me koalicion me një parti tjetër, një komunë apo një komunë tjetër, kështu që mendoj që këto vijat e kuqe paraqesin një rrezik për krijimin e një situate për mungesën e stabilitetit politik. Dhe për fund zoti Hamza doja ta diskutoja edhe një çështje. Ju para disa ditë pra në prag të fillimit të fushatës shkuat në Hog për të vizituar ish krerët e UÇK-s. Si gjetet ata? Cila është gjendja e tyre? Kësaj radhe gjendja e tyre edhe pse gjithmonë kemi gjetë stabil, të ekuilibruar, gjendja e tyre kësaj radhe është edhe më e qëndrueshme, me shëndet ishin mirë, emocionalisht shumë të ekuilibruar. Sigurisht edhe përfundimi I këtij procesi që ka pas baj me këtë çështjen e dëshmitarëve dhe çështje tjera që ka përfundu, tash pritëshin përfundimin e këtij procesit,
edhe bazuar dhe në zhvillimit, edhe ata prej fillimit e kanë ditë që domethënë lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë luftë e drejtë, luftë e pastër, luftë për mbrojtjen e vendit, luftë për lirinë dhe luftë për shtetin e Kosovës. Dhe e pritshim me optimizëm vendimin dhe pritshim që vendimi me qenë lirues. Dhe pas jush, ata në fakt zotrin Thaçi e vizitoi edhe kryeministri i Shqipërisë, pra Edi Rama, për herën e dytë nëse nuk gaboj. Por një gjë të tillë ende nuk e ka bërë kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ka qenë mirë me pas bo, kryeministër kur e merr pozicionin një kryeministër i të gjithëve, ju shërben të gjithëve, pa dallim, se si kryetar partije, je kryetar një partije politike, një subjekti politik. Po si kryeministër gjithë qytetarëve të Kosovës. Dhe ne kemi dhënë shumë, secili nga vetja, në kapacitetet e dijes edhe aftësive tona për me pas shtetin. Dhe kryeministri, në moment kur hyn në zyrën e kryeministrit, do të sillet si kryeministër. Si kryeministër i gjithë qytetarëve të Kosovës, pa dallim. Atë kanë votu, apo nuk kanë votu. Sepse ki obligim, ki përgjegjësi ju shërbyt gjithë. A ka bërë sa duhet qeveria aktuale për ata? Sigurisht se jo. As në aspektin e përkrahjes politike, diplomatike, të komunikimit me institucionet, as në aspektin financiar. Shiko, këta e përmenin do shumë. Kur e përmenin si shumë, ty do këtë që, po jo, s'ke pas nevojë ti me vendos ato kufizime. S'ke pas ti nevojë me ndërhyjnë ato akte nën ligjore, që me shkaktue kufizime tjera. Nuk mund është ti kompanive të caktuara që merren me avokatur, mi avsaktu tarifat. I kanë ata tarifat e veta. Ajo është raport kontraktual. Nuk mund është ti me një standard ndoshta të Kosovës me mendu me një kompani që ka renomi ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes, ti me pas mbrojtjes ligjore, po flas, me pas njëjtat oferta, prandaj nuk kanë bo mirë, që realisht nuk kanë qenë korrekt me këtë proces. Zotë Homza, faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit shumë, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit.